Radio Dogazhini, sonte do ta kemi knatësinë që në fillim ta kemi ambasadorin e Austrisë në Kosovë, Georg Schnetzer, me të cilin do të diskutojmë shkurt për kampionatin botëror dhe për kombëtaren e Austrisë. Zotri ambasador, faleminderit që jemi në live në Radio Dogazhini. Faleminderit për ftesën. A jeni duke shijuar kampionatin botëror në Prishtinë? Definitivisht jam duke shijuar, edhe sonte do të jem në shesh për të parë ndeshjen. If you were a football player, Nëse do të ishe futbollist sonte, në cilën pozitë do të luanit? Besoj se nuk ishte ide e mirë për ekipin e Austrisë që unë t'i bashkohesha. Ndoshta do të mund të provoja pozitën e gjyqtarit ose anësorit. Nëse Lionel Messi do të luante për Austrinë, a besoni se Austria do të ishte favorite për ta fituar Kupën e Botës? Mendoj se ai do ta bënte dallimin në masë të madhe, por mendoj se është shumë vonë për ta joshur atë sonte. Do you believe A mendoni se Austria mund të triumfojnë sonte? Dhe cili futbollist mund ta bëjë dallimin? Let's be realistic. Argentina is not only Lionel Messi, they are the acting world champion and they have a very strong team. But of course, Austria is also a very strong team with players from Real Madrid, from Bayern München, from Borussia Dortmund, with a very good team coach. Le të jemi real, Argentina nuk është vetëm Lionel Messi. Ata janë kampionët në fuqi dhe një ekip shumë i fortë. Por natyrisht edhe Austria është ekip i fortë me lojtar nga Real Madridi, nga Bayern Müncheni, nga Borussia Dortmund, me një trajner shumë të mirë dhe me shumë entuziazëm. Në Austri sonte secili do ta shohë televizorin edhe në takimin me Jordanin ditë më parë që ishte në ora 6 në mëngjes, shumë njerëz e kanë parë këtë ndeshje në TV, në zyrë ose shkolla. Dhe sonte do të ketë edhe më shumë njerëz me këtë energji që transferohet e ekipi ynë që mund të jetë ndihmë për të befasuar. Futbollisti që mund ta bëjë dallimin mendoj që aseti më i madh është loja ekipore, një ekip shumë i fortë. Por sonte do të dëshiroja që Marcel Sabitzer nga Borussia Dortmund, pasi sonte është ndeshja e tij e 100 me ekipin kombëtar, dhe kjo do të ishte një sukses i madh. Yes. And that would be a great success. What is the most emotional or Cili është momenti i bëjnë veçantë si tifoz i Austrisë? Well, I was still very young. That was Isha shumë i ri, ishte takimi kundër Gjermanisë në kampionatin botëror në vitin 1978 në Argjentinë. Austria triumfoi 3-2. Në atë kohë Gjermania ishte kampion në fuqi dhe Austria triumfoi ndaj kampionit në fuqi dhe ky ndoshta do të ishte shembull i mirë për sonte. against Argentina. Yes. If you were the Nëse do të ishi trajneri i Austrisë, cilat do të ishin këshillat për futbollistët sonte para ndeshjes? I think Ralf Rangnick is such a really perfect team coach. Mendoj se Ralf Rangnick është aq trajner i përkryer, mund të jetë ndër trajnerët më të mirë në botë, dhe në Austri ka shumë të tillë që do të dëshironin të dërgonin këshilla sonte. Por ai është trajner aq i përkryer sa nuk e di cilën këshill do të ja sugjeroja. would you give your A do të hiqje dorë nga pushimi nëse Austria bëhet kampione bote? Oh, that's a good question. O, pyetje shumë e mirë. Ndoshta po. Ndoshta. And the last one, Mr. Dhe e fundit, zoti ambasador, që të mos marrë me shumë kohë, a do të dëshiroje ta shihje edhe Kosovën në këtë botëror? Of course, I was really very enthusiastic watching this match. Natyrisht isha shumë i entuziazmuar duke përcjellur ndeshjen ndaj Turqisë. Mëkat që Kosova nuk triumfoi, por me shumë interes po e pres takimin në mes të Kosovës dhe Austrisë në muajin shtator dhe tetor në Ligën e Kombeve. Po ashtu edhe në kualifikimet në konkurrencën e femrave, ku po ashtu Austria do të luajë kundër Kosovës në tetor, mezi po e pres. And we also have a little Po ashtu e keni edhe lidhjen me trenerin ton Franco Foda. Exactly. So he still is living at least part of his time in Sakt, ai ende e kalon një pjesë të jetës në Austri. Ai është gjerman, por edhe një pjesë austriak, prandaj edhe i përcjell nga afër ndeshjet e ekipit të Kosovës. Mr. Zoti ambasador, faleminderit shumë për kohën. Ju urojmë më të mirën ju dhe Austrisë. Faleminderit shumë. Bye.
Ishte pra me ambasadorin e Austrisë në Kosovë një intervistë të shkurt me Georg Schnetza, me të cilin diskutuam shkurt për temat e botrorit, folëm pak edhe për Kosovën.